Gjendet i vdekur në qeli bosi turk i kriptomonedhave u arrestuar në Shqipëri. Faruk Fati Ozer, i cili ndodhej në një burg të sigurisë së lartë në Tekirdagit, dyshohet se i ka dhënë fund jetës 30 vjeçari zgjetur i varur me çarçaf në derën e banjës, ndërsa prokuroria ka nisur hetimet. Trupi bosit turk të kriptomonedhave u dërgua në Institutin e Mjekësisë Ligjore për autopsi. Celian Sever shkroi në X, ai qëndronte i vetëm në një dhomë në burgun e tipit F të Tekirdagit. Rojat kryej numërime në orën 8 mëngjesit dhe 8 mbrëmjes. Pas orës 8 mbrëmjes, ai vari vete në derën e banjës me çarçaf. Kjo u vurej gjatë numërimit të mëngjesit, ashtu si të gjithë të burgosurit dhe të paraburgosurit. Ai mori mbështetje të herpasershme nga njësia mbështetjes psikologjike të burgut. Zyra e kryeprokurorit publik të Tekirdag po heton çështjen. Arrestimi në plazhet e jugut. Faruk Fati Ozer, themeluesi i platformës së shkëmbimit të kriptomonedhave Todex, u arrestua në Shqipëri në 30 gusht 2022 pasi u aratis nga Turqia, vend që e kishin shpallur në kërkim ndërkombëtar. Bosi i shumë kërkuar jetonte në lagjen 5 Maj në Elbasan, por u kap në një nga plazhet në jug të vendit. Faruk Fati Ozer dyshohet se ka mashtruar rreth 400.000 persona nëpërmjet platformës Todex, bursë kriptomonedha është themeluar në vitin 2017 në Turqi. Prokuroria në Stamboll nisi hetimet kundër Ozer, i cili dyshohet për krimin e mashtrimit të kualifikuar. Raporti kundër tij thuhet se ka pasur një problem me tërheqjen e parave në llogarinë bankare në bursë për 7 ditë dhe se bursa u mbyll plotësisht më vonë. Gjithashtu theksua se faqja në internet www.todex.com nuk është në dispozicion për 2 ditë. Kjo ishte një faqe me rreth 400.000 përdorues, përfshirë 390.000 përdorues që tregonin në mënyrë aktive kriptomonedha dhe financonin investime. Përdorues të shumë të Todex postuan në rrjetet sociale se nuk kishin qasje në bursë dhe se nuk mund të transferojnë paratë e tyre në llogari për disa kohë. Policia turke ka vënë pranga 62 persona në lidhje me hetimin për mbylljen e një platforme të tregtisë të kriptomonedhave dhe pas aratisjes së Faruk Fati Ozer, themeluesi të Todex. Pas vendimit të ekstradimit të gjykatës apelit të Durrësit, Faruk Fati Ozer u dërgua në Turqi në 20 prill 2023. Gjykata e lartë penale Anadollit e cila vendosi për çështje në 7 shtator 2023 e dënoi 30 vjeçarin me 11.190 vite e 6 muaj burg për krijim, menaxhim dhe antarësim të një organizate, mashtrim të kualifikuar dhe pastrim pasurie. Pas vendimit, dosja ju paraqit gjykatës rajonale të drejtësisë së Stambollit për apelim. Dhoma e 22 penale, e cila shqyrtoi çështjen, rrëzoi vendimin e gjykatës, liroi Faruk Fati Ozer nga akuzat për krim të një organizate kriminale. Ai urdhërua të mbetej në paraburgim për akuzat të tjera.